Edhe në konferencën e zakonshme para ndeshjes me Skënderbeun në Shkodër për Superligën, trajneri i Vllaznisë Tomas Berdariq ka përsëritur tashmë refrenin e zakonshëm, se objektivi është vetëm fitoria. Nga ana tjetër, timonieri Kuqeblu thotë se nuk ka asnjë rëndësi nëse Skënderbeu luan për mbijetesë. Next game where we want to be very good prepared. Nesër e dim se do t'jetë një ndeshje ku duhet të jemi sa më të përgatitur. Nuk ka lidhje nëse është në vendin e fundit, në mes të tabelës në kampionat, apo në vendet e para. Kemi të njëjtin plan si në ndeshjet e tjera, të shkojmë për fitore dhe nuk ndryshon asgjë nga ndeshja nesërme. Është në varësi se sa të fortë janë psikologjikisht lojtarët. Nëse janë dobët dhe nënvlerëson ekipet, atëherë është faji yt. Por objektivi ynë është fitoria, të bëjmë një pressing sa më të mirë dhe të implementojmë në fushë idetë tona të lojës dhe, siç thash më parë, ne të luajmë vetëm për fitore nesër. Ndryshe nga konferencat e mëparshme, Berdariq ka folur konkretisht për riparim të defekteve të evidentuar në ndeshjen e fundit me Tiranën në Elbasan. Ishim shumë të ngadalshëm në fillim të ndeshjes kundër Tiranës. Idetë nuk funksionuan dhe kjo është diçka që nuk duhet të ndryshohet. Ne jemi duke punuar, duke marrë masa që të mos shfaqim ato defekte që shfaqëm pjesën e parë kundër Tiranës, por duhet të kuptojmë se ata luajnë shumë në mbrojtje. Na priti që në mesin e fushës dhe na bëri të vështirë të çajmë nga qendra. Duhet të përmirësojmë qarkullimin e topit sidomos, që është ADN-ja jon këtë sezon, që të shkojmë sa më shpejt në fazën e fundit që është porta e kundërshtarit. I pyetur për ndeshjen e radhës për Kupën e Shqipërisë, trajneri Berdariq thotë se muajin që vjen do luajmë 3 herë kundër Dinamos. Nuk kisha ndonjë dëshirë për ndonjë ekip për të ndeshur në kupë. Çdo ndeshje është një sfidë. Duhet të mësojmë djemt që të kapin objektivat me pasion, të tregojmë tifozëve që do të shkojmë për më shumë se 100%. S'ka rëndësi kundër cilit ekip do të festojmë fitoren, ka përfunduar Berdariq.